besoj se ka diçka që nuk ka shkuar. Reforma e bërë në vitin 2014 ka qenë e ndërtuar brenda një konteksti të caktuar. Konteksti i parë është që ne vinim nga 373 njësi vendore, nga një histori e caktuar ku bashkitë dhe komunat kishin një seri kompetencash dhe detyrash, një sistem që ishte masivisht disfunksional. Në pjesën më të madhe vendi nuk ofroi asnjë lloj shërbimi, por nga ana tjetër një kontekst që kishte nevojë për një dakordsi politike për të gjetur një sistem të ri. Dakordsi që atëherë nuk u gjet, por ajo dakordsi që u gjet nga një pjesë e maxhorancës dhe një pjesë e opozitës, doli një konkluzion caktuar e cila ishte padyshim rrugën e mbar. Kalimi nga 373 njësi në 61 njësi vendore, në 61 bashki, ne kemi një mori të dhënave që tregojnë që ka qenë padyshim një sukses shumë i madh. Ka sjell përmirësimin e shërbimeve, përqendrimin e investimeve, përmirësimin e shëndetit financiar të bashkive, ka sjell uljen e kostove që shkojnë për stafin, rritjen e investimeve në territor. Pra, të gjitha këto janë të dhëna që janë të verifikueshme me numra që ka sjell një përmirësim. Sidoqoftë, jemi prap larg asaj që është synimi i mirëfillt yni për aspiratat që kemi për të pasur bashki të cilat ofrojnë në mënyrë efikase shërbime për njerëzit ashtu siç duhet. Pra, kemi akoma një pjesë të madhe bashkive, më shumë se gjysma e bashkive, të cilat nuk ja dalin të ofrojnë pothuajse gjysmën e funksioneve që ligji i jep për qytetarët respektiv. Kjo lidhet së pari me mungesën e kapacitetit financiar në territorin respektiv. Bashkitë janë të vogla, kanë pak njerëz, por edhe të ardhurat e tyre janë të vogla. Bashkitë e vogla janë të varura masivisht nga granti, do të thotë nga parat që i jepen nga qeveria, jo nga të ardhurat e veta, ndërkohë që kjo s'ndodh në bashkitë e mesme dhe të mëdha, shkojnë gjysmë dhe bashkitë e mëdha kanë më shumë të ardhurat të veta se sa marrin nga granti, nuk kanë stafe, pra një pjesë e madhe e bashkive të vogla kryesisht kanë probleme drastike me stafet e specializuara. Pra ne I themi që një bashki duhet bëj plan urbanistik, por duhet të ketë urbanist. Duhet bëj plane investimesh infrastrukturore, po duhet të ketë inxhinier. Duhet bëj plane të shërbime sociale që ofrohen. Duhet të ketë punonjës social që do të bëjnë planifikim të shërbimeve sociale që ofrohen. Duhet bëj plane strehimi, po duhet të ketë ekspert që merren me planifikimin e strehimit. Në një pjesë bashkive të vogla që kanë 5.000, 7.000, 8.000 banor, këto funksione nuk bëhen dot. Ndaj dhe diskutimi që ne duhet bëjmë sot është si mundet të kemi bashki të cilat I arrin të dy objektivat. Njëri objektiv është të ofrojnë shërbim efikas, me eficiencë për territorin e tyre, por nga ana tjetër të mbeten afër njerëzve për të pasur mundësi të kemi një komunikim më të afërt midis votuesit, shërbimmarrësit dhe institucioneve që afrojnë këtë shërbim në tërësinë e tij. Kombinimi I këtyre dy faktorëve është në fakt ajo që duhet të jetë fryma që duhet ta drejtojë reformën e re, I nisur nga kompetencat dhe nga ofrimi I shërbimeve. Jemi në një fazë të hershme për të diskutuar numrat dhe nuk dua të shprem dhe në mënyrë sistematike përçën e numrave sepse kjo rrezikon pasi të bëhet lojë kungulleshkash. Pse 7 po jo 7 po 3 po 2 po 5. Ne duhet nisemi nga çështja e kompetencave. Ne duhet të themi bashkitë duhet ofrojnë shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza. Marr një shembull rreth. Atëherë themi cilën pjesë të këtij shërbimi do ta ofrojë njësia administrative, që është shumë afër qytetarit, cilën pjesë do ta ofrojë bashkia, cilën pjesë do ta ofrojë qarku dhe cilën pjesë do ta ofrojë qeveria dhe në nivel qendror. Dhe si duhet I kombinojmë kompetencat që bashkia do të ofrojë që të sigurohemi që në fund fare qytetari e merr shërbimin. Sepse ne kemi shkuar në një situatë sot ku ne kemi thënë përgjegjëse për këtë proces, për gjithë procesin e menaxhimit të ujërave të zeza është bashkia, kemi bërë decentralizim, shumë mirë, se decentralizimi presupozohet në parim që është një gjë e mirë, ja vetëm bashkisë. Problemi është bashkia se bën dot. Se bën se s'ka financa, se bën se s'ka njerëz, se bën se ka pas prioritet. Duhet të analizojmë pse ky shërbim nuk ofrohet dhe si ta zgjidhim që ky shërbim të ofrohet. Nëse ky shërbim ka problem me ofrimin e financave, të shohim a duhet të japë më shumë financa. Nëse ky problem ka çështje me burimin njerëzore, themi a mund të gjejnë dot burimin njerëzore, a mund të bëhen 4-5 bashki bashkë të ofrojnë këtë shërbim në gjithë territorin, ose a duhet çuar ky funksion në një nivel më lart, ose a duhet që ky funksion ta marri qeveria, apo ky funksion tjetër, a mos duhet t'i jepet bashkive? Pra, në qoftë se ne nisim analizën jo nga ndarja e territorit,
e cila është shumë e thjeshtë dhe njerëzit i kap dhe pasioni, i kap pak edhe kriminalizmi, edhe historia dhe emocioni që kanë me zonën respektive. Po nisemi në mënyrë ekskluzive nga numri kompetencave dhe bëjmë një listë kompetencave dhe të mundësive për t'i ofruar këtë shërbim njerëzve, në atë moment besoj se i shkojmë në rrugën dur dhe numrat le të jenë një nën produkt i analizës kompetencave, jo të bëjmë të caktojmë numrat dhe pastaj t'i veshim kompetencat. Ka pasur mbledhjet parë që kanë qenë konstituimit, ka pasur mbledhje e dytë në cilën pas 2 muajsh mungesë, 2 muajsh e gjysmë mungesë, opozita u rikthye në komision. Aty diskutuan paraprakisht plan e punës, dje më në fund miratuan plan e punës dhe pikat kryesore që duhet të kalojmë për miratimin momentet kyçe që kalojmë deri në procesin e reformës. Kjo agent ka 3 faza të rëndësishme konsultimi publik. Faza e parë e konsultimit publik do të jetë konsultimi në territor, ku komisioni së bashku me grupin e ekspertëve do të shkojë në gjithë territorin e Shqipërisë për të bërë konsultime me kryetarët e bashkive, me nxjerrësit vendor, me biznesin, me shoqërinë civile, me akademinë, me grupet e interesit të ndryshme në territor. Faza e dytë e konsultimeve do të ndodhi kryesisht në Tiranë, të që ne quajmë konsultime tematike, që do të themi për çështjen e shërbimit sociale. Do flasim me institucionet respektive si duhet zgjidhur kjo punë, me çështjet e menaxhimit të mbetjeve, si duhet zgjidhur kjo çështje, me çështjen e menaxhimit të mirëmbajtjes infrastrukturore, si duhet zgjidhur kjo çështje, pra dhe janë financat vendore dhe secilën temë dhe kemi diskutime tematike. Faza e tretë është pasi të kemi dalë me skenaret e mundshme të organizimit të hartës, të organizimit kompetencave dhe të organizimit financave vendore, do të kemi një diskutim më pas për zgjidhjen e propozuar. Dhe ky është faza e tretë e konsultimit, duke pasur një dokument të mirëfill pune. Me këto 3 momente kyçe, besoj se shtrojmë rrugën për një proces të logjikshëm, ku i jap mundësi të gjithë aktorëve të thonë pjesën e tyre, të dalim më pas me një zgjidhje ku megjasa një pjesë e madhe e njerëzve do bien dakord me atë zgjidhje, jo dymisht gjithë, se nuk ka asnjë zgjidhje e cila i kënaq gjithë njerëzit, por një zgjidhje e cila mund bindin pjesë më të madhe të njerëzve, dhe synimi që unë do të ishte ëndra ime është që ne t'ja dalim që të kemi një marrëveshje konsensuale, ku dhe opozita të marrë pjesë në një zgjidhje e cila bën sens dhe zgjidh çështjen e pushtetit vendor, jo thjesht për 3-5, por për 30-40 vite të ardhshme. Kjo çështje është çështje komplekse, e cila padyshim është një elementet e domosdoshëm për të përfshirë në analizë. Pra, secila prej palëve do të bëjë eventualisht dhe një analizë elektorale, kështu që është legjitime dhe normale që palët të mendojnë edhe elementin elektoral në vendimarrjen e tyre. Por është shumë e rëndësishme që kjo të mos jetë forca udhëheqëse e reformës. Shumë e rëndësishme ne të udhëhiqemi fillimisht nga ofrimi i shërbimeve, nga mënyra se si ne kemi mundësi të krijojmë një sistem qeverisës të qëndrueshëm, i cili të qëndroj kohës, një forcë tjetër, sepse unë besoj që në thelb çdo forcë politike, ose kam qejf besoj, që çdo forcë politike, përveç se do që ta fitojë një bashki të caktuar, do dhe ta qeverisë mirë. Do dhe që t'i ofrojë shërbime të mira njerëzve, asaj terreni që njerëzit ta vlerësojnë për shërbimet që janë ofruar dhe eventualisht ta arrijë zgjedhje prap, po do që t'i ketë mjetet në dorë për të pas mundësi t'i ofrojë shërbim njerëzve. Se nëse ti thua, ok, mirë, bëu i pari i kësaj zonës, po nuk i ke mjetet, nuk e njerëzit, nuk e financat, nuk e kompetencat për ta qeverisë siç duhet, ti bësh i pari në pazhvillim. Por nëse ti garon dhe fiton në një hapësirë në cilin ti i ke mjetet për ta zhvilluar territorin, më pas diskutimi është a je i zotit ti ta udhëheqësh siç duhet territorin. Po çështja është që nëse ti je më i zotit se tjetri, po secili prej palëve nuk i ka mjetet për të arritur zhvillimin, atëherë diskutimi bëhet bosh. Pra, kam qejf të besoj që dhe opozita është interesuar që përveç se të ketë mundësi të fitojë ose të mos fitojë një territor caktuar, nëse e fiton, kur e fiton, fal një fushatë të mirë, fal frymës besimit të mëra, kushdo që fiton t'i ketë mjetet për ta qeverisë siç duhet territorin dhe për t'i ofruar shërbime njerëzve.
ne duhet të fusim faktorë elementë tjerë që janë shumë emocional, që kanë të bëjnë me elementet preardhës njerëzve, pra elementet e ndjesisë krajinore, pra kjo krajinë apo jo krajinë, kjo zonë apo jo zonë, të cilat janë padyshim të rëndësishme dhe që duhet futen në faktorë. Por teksa neve për shumë kohë jemi udhëhequr nga ethet politike apo ethet etnike, unë do doja shumë që ne të krijojmë për herë të parë një reformë e cila të udhëhiqet nga racionaliteti i zhvillimit ekonomik, i ofrimit të shërbimeve, i cili merr gjithashtu në konsiderat me shumë të drejtë edhe elementin elektoral, edhe elementin krajinor. Kjo është një çështje e cilën për fat mirë kanë pasur disa shenja pozitive nga ana e aktorëve të opozitës, me këto ulje ngritjet e ditës, po në momentin që ne nisëm komisionin, opozita kërkoi fillimisht paritetin, pra që të jemi të barabartë, pavarësisht se në parlament nuk kemi asafër, pra jemi një majorancë e qëndrueshme me një opozitë me numra më të vegjël. Ne ram dakord ta kemi paritetin, ram dakord që t'i japim në mënyrë disproporcionale anëtarë në komision, opozitës për t'i dhënë këtë shenjë besimi. Kërkuan më pas bashkëkryesinë. Dhe thanë jo, duam që të kemi 2 kryetarë dhe që çdo veprim të bëhet me dakordsinë e 2 kryetarëve. Nga ana majorancës u ra dakord dhe për këtë element të dytë që thotë okay, me bashkëkryesi, të gjitha këto janë element një tentative të majorancës që pavarësisht se i ka numrat për një reformë të tillë, ta bënte këtë gjë dhe të jepte ndjesinë e mirëbesimit opozitës që duam ta bëjmë në këtë mënyrë. Për fat keq në moment saktuar kjo u kthye në mekanizëm bllokimi, ku opozita për pothuajse 2 muaj e gjysmë 3 muaj nuk erdhi në mbledhjet e komisionit. Dhe më pas për fat mirë reflektoi dhe në 2 mbledhjet e fundit kam parë një gatishmëri nga ana e opozitës për të gjetë një gjuhë përbashkët, për t'u marrëvesh, për një proces dhe për një produkt. Sigurisht, duke qenë se jemi brenda të njëjtit mjedis politik, ku për momentin ka një nivel të lartë mosbesimi mes palëve, është normale që një pjesë e këtij mosbesimi jo të vogël futet dhe në komision se ky nuk jeton në një laborator më vete. Por unë besoj që në nivel racional është në interes të opozitës që përsa kohë që ka një derë të hapur për ta ndikuar procesin, ta përdori këtë derë të hapur për ta ndikuar procesin. Dhe deri sot nuk i ka munguar asnjë opsion në opozitës. Çdo kërkesë që kanë bërë në mënyrë sistematike, përsa kohë që kërkesa ka qenë racionale, arsyeshme, argumentuar, është pranuar në mënyrë masive nga në mbledhjen e djeshme, kishin nëse gaboj 6 ose 7 kërkesa për ndryshimin e agjendës që u pranuan të gjitha. Dhe në fund miratuam me dakordsi të plotë agjendën e punës në vim të komisionit. Kështu që janë treguar mjaftueshëm raste ku ka pasur një gatishmëri nga ana e majorancës për të pranuar pozicionet e opozitës. Dhe limiti vetëm i kësaj hapësire nga ana e majorancës është mos bllokimi i punës për të përpara në mënyrë që të mos kthehet kjo në mekanizëm për të mos ecë përpara me reformën. Sfida e parë është diskutimi me njerëzit atje, me të zgjedhur vendor, me kryetarët e bashkive të Tropojës, po jo në Tropojës, po të gjithë qarkut, pra Tropojës, të Hasit dhe të Kukësit, për problematikat e mirëfillta që kanë, dhe arritja në një nivel të bashkërenduar për sfidat që kanë bëjnë me demografinë, që kanë bëjnë me financat, që kanë bëjnë me mundësitë që ato kanë për të mbledhur para, me kapacitetin që ato kanë për t'i zbatuar një pjesë politikave që kanë. Pra, a mundet Tropoja të bëj një plan urbanistik vet? A mundet Tropoja të bëj një plan zhvillimi ekonomik për territorin e vet? A mundet Tropoja të menaxhojë si bashki kompani të cilat gjenerojnë ekonomi për qytetin, po dhe për territorin e tyre? A mundet të menaxhojë planin e ujrave të zeza të qytetit? A mund të menaxhojë planin e ujrave të ujit të pishëm? A mund të menaxhojë një plan strehimi? A mund të menaxhojë shërbime sociale? A mund të menaxhojë shkollat, qerë dhe kopshtet? Dhe pyetja është, çfarë i duhet që të ketë mundësi ti bëj siç duhet të njerëz? I duhen më shumë para, i duhen më shumë njerëz, i duhen më shumë kompetenca ligjore dhe dakordësia paraprake midis nesh dhe aktorëve vendor për të kuptuar që po flasim për të njëjtat nivel është sfida e parë. Identifikimi i saktë i problemeve dhe identifikimi i zgjedhjeve të mundshme. Elementi i dytë është padyshim elementi kulturor.
atje do kemi diskutim që themi po mirë, shkojmë ne, a merremi dot vesh tropoja me Hasin me Kuksin bashkarisht për të pasur një strukturë që disa gjëra siç thotë ligji ti koordinojmë me njëri tjetrin, po jo se ne me ato të Hasit merremi vesh, po jo s'merremi vesh, po ne me ato të Kuksit merremi vesh, po jo se ata kanë qenë më të rëndësishëm, po ne kemi qenë më të rëndësishëm. Ne kemi më shumë histori, ata kanë më pak histori, po ne kemi, domethënë, hyn kjo pjesa e diskutimeve të vogla që janë krejt legjitime dhe janë pjesë e kulturës tonë, por dhe duhen futur dhe këto si pjesë e faktorit në diskutim, bashkë me objektivat e parë që janë kolonat e zhvillimit ekonomik. Elementi është padyshim elementi politik. Elementi politik do thotë po jo, po që kështu a mund të fitojmë ne, po s'fitojmë ne, po fitojnë ata, po s'fitojmë ata, dhe fryrja politike e aktorëve vendor. Pra nëse aty njerëzit largohen nga analiza zhvillimore drejt po i qyrin etheve politike ose partijake të krakave politik, ne rrezikojmë që të mos funksionojë një zgjidhje që do t'i bënte mirë territorit dhe të mbahet pengë e vizioneve të shkurtra politike. Këto janë një seri sfidash që duhen kaluar dhe duhet krijuar një mjedis mirëbesimi ku diskutohet ore si bëhet mirë tropojës. Pra pyetja është si bëhet që tropoja të jetë më mirë. Bëjnë diskutim me një, pa ja thënë emrin dhe zonës, një kryetari tjetër bashkie, më thoshte është shumë e rëndësishme që mos e shkrini bashkinë tonë. Thoshte gjë nuk po shkrim asnjë bashki. Nuk lëviz dot asnjë territor. Pra një territor i caktuar i Shqipërisë nuk merret dot shohet me vend tjetër. Pra kjo gjë nuk ndodh. Territorit janë aty, kanë qenë aty kanë 5000 vjet, do vazhdojnë të jenë edhe 5000 vjet tjera. Pra territoret të lëvizin, kultura nuk lëviz, qytetet të lëvizin dot, administrimi vendor nuk lëviz dot. Diskutimi që duhet bëjmë bashkë është unë si ja bëjmë që t'i ofrojmë shërbim njerëzve. Si bëhet që qytetarëve të tu këto shërbime, thoshë, hajde të marrim diskutimin një listë punët që ke bërë ti, kryetar bashkie zotë, dhe pikat që thot ligji që duhet bëj një bashki. Dhe themi cilat nga këto janë bërë, cilat ato s'janë bërë. Dhe për këto që s'janë bërë, nuk po merrem me të të vej fajin ty apo aty pse s'janë bërë këto punë. Pyetja është si e bëjmë që këto njerëz që qytetarit tënd këto punë t'i bëhen. Dhe nëse zgjidhim këtë gjë, atëherë thash nuk ka problem se pas e tjera të zgjidhim, e gjejmë gjuhën për të zgjidhur më pas. Ne jemi në një kohë është fakt pjesa një ndër sfidat më të mëdha që kemi. Ne kemi një dritare shumë specifike që janë zgjedhjet e vitit 2007. Ne nëse zgjedhjet 2007 si bëjmë sistemin ekzistues, atëherë mandatet nuk ndërpreren mes, do të thotë që kjo reformë nuk bëhet më në 2027, por dy bjet ngeli për 2031-shin. Në atë momenti politik, fryma për ta bërë mund të jetë mos jetë çdo që le humbasim në kohë. Ndaj opsioni që ne kemi shumë i rëndësishëm është 2027. 2027 është kyç edhe për një gjë tjetër. Me shumë gjasa ne do të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian deri në 2027 dhe do të jemi një vend antar 2029. Një ndër programet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian është programi i kohezionit social. Ai është një ndër programet më të mëdha financiare të Bashkimit Evropian, i cili synon të mbështesë zhvillimin e territoreve, rajoneve më pak të zhvilluara. Ku Shqipëria padyshim bën pjesë në këto rajone dhe si vend antar i Bashkimit Evropian 2029 do të ketë një mbështetje sistematike nga Bashkimi Evropian për të zhvilluar rajonet që janë më pak të zhvilluara. Por ato nuk janë thjesht para që thjesht t'i hedhin. Duhet që të kesh struktura vendore të afta për të bërë projekte të standardit evropian, për të bërë plane zhvillimi të standardit evropian, për t'i thithur këto fonde, për t'i zbatuar në mënyrë korrekte, në mënyrë që të marrësh më shumë dhe prapë më shumë njerëz tjetër. Nëse ti merr dhe menaxhon siç duhet ose t'japin më, se thonë që ti keq përdor. Që kjo të ndodhi, na duhet që të kemi struktura të afta vendore. Pra struktura vendore që kanë kapacitet njerëzore, operacionale, kanë trajnim me dur dhe në situatën ku ne jemi sot nuk e bëjmë dot. Çfarë kemi parë në Kroaci, Rumani, Sloveni që janë grupi i vendeve që u bën antar para nesh. Ju deshën 10 vjet bashkive dhe rajoneve të këtyre territorëve të bëshin gati të funksionojnë në këtë nivel. Synimi ynë është që ne, nëse ne bëjmë reformën siç duhet dhe e mbyllim para 2027-s. 27-31-shi është një fazë në cilën bashkitë tona bëhen gati për këtë fazë të re ku Shqipëria hyn
dhe në 31-shin si vend antar tani ne fillojmë të absorbojmë shumë herë më shpejt fondet dhe mbështetjen nga Bashkimi Evropian për zhvillimin e territorit. Ky është një skenar i cili nuk na shpëton 6 muaj, na shpëton 10 vjet në fakt. Dhe na jep mundësinë që ne të futemi në një cikël shumë të shpejtë zhvillimi, duke përdorur maksimalisht të gjitha avantazhet antarësisë tonë BE. Që antarësimi jonë BE ka disa të mira shumë dhaja, ka dhe disa vështirësi. Pra, niveli i standardizimit, institucionet e reja, niveli i kontrollit, hapja e tregut, kanë disa elementë që të vendosin dhe në vështirësi kur ti futesh në një treg kaq të madh. Avantazhet janë mbështetja që vjen nga BE-ja. Ne nuk duhet të shkojmë në një situatë ku ti marrim gjithë kasavetet të shkodranët, gjithë cikletet BE-s, pa i marrë të mirat. Por që t'i marrin të mirat, duhet që të bëhemi gati nga ana operacionale, institucionale, administrative, njerëzore. Na duhet që ne t'i kemi gati strukturat tona për të pasur mundësi që t'i tërheqin këto financime, këtë mbështetje nga ana e BE-s. Ndaj dhe afatet kohore, për t'u kthyer thelbit pyetjes suaj, janë 27-a është një datë e fortë, pra një mur që ne duhet të arrijmë, që të arrijmë 27-ën siç duhet, ne duhet të arrijmë deri në korrik të 26-s elementin territorial të reformës dhe kemi pak më shumë kohë më pas për kompetencat dhe financat, të cilat siç si paketë, pra paketa me 3 akte, ligji për ndarjen territoriale, ligji për kompetencat vendore dhe ligji për financat vendore, të treja këto duhet të futen në forcë, pra të hynë në zbatim në pas zgjedhjeve të 27-s. Pra agenda është në korrik reforma territoriale, kompetencat dhe financat mund të kalojnë në vjesht të këtij viti, por gjithë paketa do të jetë gati në mënyrë që në zgjedhjet e radhës ne të hyjmë me reformë re. Sërish të them që unë besoj që ne duhet ta mendojmë zvoglimin apo zmadhimin si një element subjekt i kompetencave, jo si një qëllim vetvete. Por unë besoj që është e mundur që ne të realizojmë edhe rritjet e eficiencës, edhe të qenë të afër njerëzve. Pra, po të analizojmë siç duhet një seri të sistemeve europiane, është e mundur të realizohen të dy objektivat, edhe të jemi afër njerëzve, edhe të ofrojmë shërbime në mënyrë eficiente. Një gjë që unë e them sistematikisht është që parimi kryesor mbi të cilin ndërtohet pushteti vendor, që quhet parimi i subsidiaritetit, i cili lexohet përgjysmë në Shqipëri. Parimi thotë shërbimet duhet të ofrohen sa më afër njerëzve, dhe këtu ndalon një pjesë e madhe e njerëzve, pa lexuar pjesën e dytë që thotë ku është e mundur të ofrohet shërbimi. Pra, ti duhet të çosh afër njerëzve, por duhet të çosh aq afër sa që është e mundur të ofrohet shërbimi. Se nëse s'është e mundur të ofrohet shërbimi, ti mund ta çosh edhe në çdo shtëpi, po të thosh që çdo shtëpi është përgjegjëse për 10 gjëra që s'u bëjnë dot. Pra, logjika është ta çojmë afër, është e mundshme, po duhet të jemi të kujdesshëm në pjesën e dytë ku të ofrohet shërbimi.